Pra, faktori që do të mundet të bëj një prezencë në këto zgjedhje është Partia Social-Demokrate, do të marrë 5 mandate, rrezikon partitë të reja, por edhe Partinë Demokratike, po edhe Partinë Socialiste, të marrin në maksimumin 7 deputet. Por, kujdes, me 5, besoj se duhet jenë shumë të kënaqur. Avokat, po. Besoj se do jenë shumë të kënaqur me 5, por unë mendoj... Do t'jetë kingmaker. Po, dhe do të bëj për mendimin tim pa paragjykuar, se nuk duhet të paragjykojmë, sepse kemi parë rastin LSI që punonte me koalicion me PD-n, pastaj shkoi me PS-n, mundet Partia Social-Demokrate o të bashkëpunoj sipas mandateve me Partinë Socialiste në rast se Partia Socialiste i mungojnë mandate, o mund të bashkëpunoj me Partinë Demokratike kur asaj të mungojnë mandatet për të plotësuar për deputet. Por, gjasat më të mëdhaja është që mund të bashkëpunoj me Partinë Socialiste. Avokat, për ta mbyllur, ju lutem jepni një koment edhe për aktualitetin, pra për ngjarjet e kriminalitetit që kanë ndodhur në 24 orët e fundit. Në mbrëmjen e djeshëm kishim 2 atentate në Lezhë, edhe në Tiranë, 4 të plagosur edhe 1 i vdekur. Ngjarje që për sa i përket asaj të Lezhës dyshohet se pas është hakmarrja. Pritet që jati pra i Rohan Brahimit që ekzekutua mbrëm, mund kemi pas pistën e hakmarrjes duke pasur parasysh konfliktet e tij me Ervis Martinajn, pra që është i zhdukur prej më shumë se 2 vitesh. Edhe në media një pjesë e gazetarëve kanë cilësuar edhe si ringjallje pra të grupit të Ervis Martinajt në këtë rast. Ndërsa në Tiranë është folur, pistat janë disa, por kryesorja flitet se mund kemi edhe një gatërim shënjestre. Së pari grupi ose Martinaj nuk ka vdekur, unë nuk besoj që një person që ka një historik të tillë të ketë qenë kaq shumë amator dhe kaq shumë viktim të ketë vdekur ose të jetë vrarë nga grupet rivale. Sigurisht që grupet kriminale në Republikën e Shqipërisë kanë pasur aksese të mjaftueshme për të bërë veprime të palishme, por unë nuk mund të merrem me grupe konkrete për shkak se profesioni është avokat, po nuk jam kriminalist që t'jap ndonjë version tjetër, por unë dua të them tek opinioni publik që grupet kriminale në rast se veprojnë sepse punojës të lartë të policisë së shtetit kanë qenë pjesë ose dyshohen që janë pjesë të grupeve kriminale. Pra mund të jenë informator edhe në këtë rast mendoni që mund të ketë informator nga brenda. Po patjetër. Politikanë shqiptar të cilët kur vjen fushata janë, do të thoja, në shërbim të bandave për vota, do të thotë që çdo rast që bëhet në këto kohë nuk ka të bëjë me një akmarrje, por ka të bëjë pikërisht me larjen e hesapeve për shkak të një faktori tjetër. Kjo javë është një javë që bashkon shqiptarët në Shqipëri për shkak të festave të katolikëve ortodoksëve. Dhe ardhja e tyre riaktivizon memorien edhe konflikteve të mëparshme të cilët zgjidhen në vendin e tyre, pra në Shqipëri. Pra si në rastin e sezonit verës, rikthimet shërben edhe si për të larë hesapet. Po, pra në këtë situatë që jemi, sepse para 2 muajsh sa vrasje kishe? Shumë pak. Po thuaj se një muaj kishe 0 vrasje. Fatmirësisht nuk ka pas. Po, një muaj kishe 0. Unë lexoja statistikat edhe fshoja 0. Pra do të thotë që kur ke ngjarje, festash ose pushimesh, gjithmonë ka ngjarje të tilla,
sepse bandat ose njerëzit nuk zgjedhin të marrin hakun apo më mirë të marrin hakmarrjen e tyre në kohë ose në vende të ndryshme, zgjedhin pikërisht kur vjen momenti kur të gjithë pothuajse vinë në Shqipëri dhe këtu ndodh hataja. Pra do të thotë, kjo është një statistik, është një studim i mirë menduar nga një universitet i huaj, i cili ka cituar në një studim që Shqipëria anën e vrasjeve i bën kur njerëzit mblidhen për raste festash ose pushimesh. Pra, edhe në raste kur ka edhe dasma së ditëlindja, normalisht njerëzit rilidhen në Shqipëri, pra është pika e kontaktit që ndodhin këto veprime kriminale. Bandat kriminale ka kudo, lufta kundër krimit organizuar në Shqipëri nuk është marrë seriozisht as nga policia e shtetit, as nga ministri, as nga qeveria, po ashtu dhe as nga SPAK-u, sepse popullit shqiptar i kanë dhënë mesazhin që ne jemi SPAK sepse jemi kundër korrupsionit, se arrestojmë politikan, paraqiten ata tek ne nga mjes deri në darkë dhe e kanë ulur gjithatë në vëmendjen kundër krimit organizuar. Prandaj, kjo është një lojë që bën SPAK-u dhe kjo lojë që bën SPAK-u kanë lënë të lirë grupe të ndryshme kriminale të bëjnë terror në Shqipëri. Më lejo të parashtroj edhe një fakt tjetër. Vrasja e çdo individi në rrugë, në vendet e huaja, pa gjetur autorin, quhet terrorizëm. Në Shqipëri quhet band apo grup i strukturuar kriminal pa gjetur autorët. Pra, Shqipëria është në terror për ata që din ta studiojnë mirë anën ligjore, terrorizmi dhe bandat kriminale. Bandat kriminale paktën kanë edhe ligj të pashkruar. Në këtë rast terrorizmi është kundër çdo ligji, është kundër edhe kanunit. Kurse bandat kriminale janë më ndryshe. Bandat kriminale, ligjin e tyre mund ta kenë kanun, po nënshtrohen ligjeve të pashkruar. Dhe këto gjëra që ndodhin në Shqipëri, në shumicën e rasteve quhet terrorizëm, për ata që din ta kuptojnë. Për ata që i bëjnë lavazh vetes dhe të tjerëve, le t'i bëjnë, sepse është e papranueshme me fëmijë, me gra të vriten dhe të justifikohet policia jon për paaftësitë e saj strukturore dhe organizative dhe profesionale të na citojnë që ishte hakmarrje. Ose autor saga do të vazhdoj. Po do të vazhdoj sepse kur policia nuk punon ashtu siç duhet, sepse drejtuesit e lartë nuk lejojnë punonjësit e thjesht të mbrojnë qytetarët dhe i bën presion për vota, më thuaj ti kush do luftoj për mbrojtjen tonë. Pra, policia e shtetit duhet të punojë për të gjithë qytetarët, po pikrisht për punonjësit e saj që mos të jenë të rrezikuar kundrejt të krimit organizuar, po edhe pasigurisë. Prandaj duhet të ndajmë punonjësit e lartë të policisë së shtetit të cilët janë implikuar me punonjësit e ndershëm të policisë së shtetit që nga mjes deri në darkë 24 në 7 punojnë për sigurinë tonë publike dhe vetes tyre. Prandaj duhet të bëjmë një dallim. Prandaj bëra një dallim midis grupeve kriminale dhe terrorizmit. Jetojmë në një shtet terror. Avokat, falenderoj shumë për gjithë analizën, duke uruar që ngjarje të tilla të mos kemi më. Të mos kemi dhe uroj që policia e shtetit të marrë masa. Të falenderoj shumë për ftesën.